Nafazolin është një barë që përdoret për lehtësimin e bllokimit dhe rrjedhjes së hundëve, që në gjuhën mjekësore quhet kongestion. Kongestioni mund të shkaktohet nga gripi, sinoziti dhe alergjitë e ndryshme. Nafazolin vepron duke ngushtuar enet e gjakut në hund. Në këtë mënyrë ul ejtjen e mukozave të brendshme të hundës dhe pakson rrjedhjen e tyre. Nafazolin është barë pa recetë për fëmijët mbi 6 vjeç dhe të rriturit, por gjithmonë duhet të përdoret me kujdes. Ky barë ofron vetëm lehtësim të përkohshëm, ndaj dhe përdoret zakonisht në cikle 3-4 ditore. Përdorimi më i gjatë rrezikon të bëhet shkak për atë që quhet në gjuhën mjekësore efekt rebound, rikthim edhe më i rënd i shqetësimit apo problemit. E sqaruar, nëse kaloni 3-4 ditët e këshilluara të përdorimit të nafazolin dhe pastaj e ndërprisni atë, bllokimi dhe rrjedhja e hundëve mbas ndërprerjes do të jetë edhe më e madhe, edhe më e rëndë. Ky është një informacion i shkurtër, apo siç quhet ndryshe shorts. Informacionin e plot e gjeni në kanalin Semafori Barnave në YouTube, kanal dedikuar informimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Mos harroni të bëni subscribe. Abonimet në këtë kanal gjatë vitit 2025 do t'jenë falas. Jeni të mirëpritur.